në këtë edicion do të ndiqni. Mungesa kanalizimit i shkakton problem një shtëpie në Damjan. Heroi Yll Morina përjetësohet në oborin e shkollës ku i ndoqin mësimet. Shkollat në Gjakov zgjedhin ofertat më të lira për uniformat, por prindërit mbeten të pakënaqur. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Për shkak të infrastrukturës së dobët dhe mungesës së kanalizimit, shtëpia e Miftar Krasniqit nga fshati Damjan ka disa vite që përballet me ujin e fshatit dhe rreshjet atmosferike që derdhen në shtëpinë e tij. Ai thotë se sa herë bie shi, uji i depërton në hapësirat e shtëpisë, duke i pamundsuar një jetesë normale. Tash 6 vjet Miftar Krasniqi nga fshati Damjan ka problem me kanalizim. I gjithu i fshatit dhe shirave sipas tij derdhet në shtëpinë e tij, duke ja vështirësuar kështu familjes së tij jetesën aty. Që 6 vite që vuj për kanalizim. Vuj për ujë të katonit këtë më hen në bërë. Shku që keni po që atë ujë, dimën, shi, një ujë me qitë dikush pi shpijës vetë, vjen të une. Ka mamë me qitë fëmin në rrugë. Duhet me mbajt të në ditën dhe më shelë, se mëse më dalë fëmija më mytë në ujë. Gjithashtu Krasniqi thotë se uji bunarit tashmë është i pashfrytzueshëm, shkak i ujit të kanalizimit të fshatit që i depërton. Ujit i katonit, bunarin më ka fliqë. Tash që hapëm bunarin e sheni që ujit është i fliqë, ne ka për pije më ki ujë. Unë bunarin të e ndalë që 28 vjetë që më dalë, 29 vjetë që më dalë në qëtë vend. As s'ka pas kanalizim, as s'ka pas ujë, as s'ka pas rrugë, as s'ka pas kërgjo. Tash në bëmë, mas madhe mund ka lënë keq, për që tu më kanë fliqë, kanalizimi, edhe ujt i katonit, po dhe tash dhe vetë s'po kam kanalizim, ku me shni ujt, ku me shni me qitë shpije në kanalizim. Edhe pse ka bërë kërkesa të vazhdueshme në institucionet përkatëse për zgjidhje të problemit, Krasniqi thotë se nuk do të ndalet së kërkuari, që ky ujë të ketë një vend ku të mblidhet, e të mos jetë shtëpia e tij pikë grumbullimi. Heroi Yll Morina është përjetësuar edhe një herë në shkollën ku është shtritur. Busti i tij është ngritur në oborin e shkollës për të ndëruar kontributin, guximin dhe sakrificën e tij në luftën e Kosovës. Sot u bë përurimi i bustit të heroit Yll Morina në oborin e shkollës që mban emrin e tij. Ky akt simbolik ka një rëndësi të veçantë, pasi ky bust shënon ndërimin dhe kujtimin për një personalitet të jashtëzakonshëm, që la një gjurmë të pashlyeshme në historinë e vendit tonë. Përveç rëndësisë së vendodhjes, që është pikërisht shkolla e cila mban emrin e tij, ky bust do të kujtojë gjithmonë guximin dhe sakrificën e Yll Morinës, i cili në periudha të vështira për vendin i u përgjigj me heroizëm nevojës për t'i dalë zot atë dheut. Me veprimet dhe qëndrimet e tij, ai ka lënë një trashëgimi të çmuar, duke u bërë një shembull frymëzues për të gjithë ata që besojnë në vlerat e atë dashurisë dhe drejtësisë. Ky bust që do të qëndrojë në oborin e shkollës, do të bëhet një pikë referimi për brezat e rinj, që çdo ditë do të kalojnë pranë tij, duke marrë frymëzim nga heroizmi dhe vendosmëria e heroit Yll Morina. Me fillimin e vitit të ri shkollor, këshillat drejtues në shkolla kanë vendosur të bëjnë edhe zgjedhjen e ofertuesve për uniformat e nxënësve, por çmimet për uniforma po duken të papërballueshme për prindërit. Madje në redaksin ton kemi pranuar disa ankesa të prindërve për këtë çështje. Ndjekim kronikën për të mësuar më shumë për çmimet e zgjedhura në disa shkolla. Tema e uniformave në shkollat e niveleve të ndryshme vazhdon të jetë një çështje që rikthehet në diskutim pothuajse çdo vit shkollor. Kjo veçanërisht për shkak të çmimeve që prindërit duhet të paguajnë për blerjen e tyre. Sipas ankesave të mbërritura në redaksinë e televizionit Syri, shumë prindër janë të pakënaqur pasi çmimi që paguhet nuk përputhet me cilësinë e uniformave dhe përmbajtjen e setit të ofruar për nxënësit. Veçanërisht situata rëndohet për prindërit që kanë më shumë se një fëmijë dhe i duhet ta kryejë pagesën që shpesh është e papërballueshme. Televizioni Syri ka kontaktuar disa prej drejtorëve të shkollave në komunën e Gjakovës, të cilët kanë sqaruar se pajisja me uniforma bëhet përmes ofertave nga furnitorë të ndryshëm, ku sipas tyre zakonisht përgjigjet oferta me çmimin më të përballueshëm për familjet.
Në rastin e shkollës së mesme të mjekësisë Hysni Zajmi, përmes telefonit, drejtori i kësaj shkolle, Gjok Tahiri, bëri të ditur se janë shqyrtuar 3 oferta me çmime 10, 11 dhe 12 euro, dhe në bashkëpunim me Këshillin Drejtues të shkollës, është përzgjedhur oferta më e lirë për pajisje me uniforma, ajo prej 10 eurosh. Ndërsa drejtoresha e gjimnazit Hajdar Dushi, Ylka Uniku Shehu, ka bërë të ditur se shkolla ka një kontratë aktive me një kompani që nga viti i kaluar për furnizimin e nxënësve me uniforma shkollore. Sipas saj, seti i uniformës përfshin 2 bluza me mëngë të shkurtra dhe 2 bluza me mëngë të gjata, si dhe çmimi që duhet të paguajnë nxënësit për këto set të uniformës është 45 euro. Sa i përket shkollës së mesme teknike Nexhmedin Niça, kjo shkollë ofron 2 opsione për uniformat të nxënësve. Drejtoresha e shkollës, Florentina Gjergjej, ka bërë të ditur që seti i parë kushton 22 euro dhe përfshin një bluzë me mëngë të shkurtra dhe një duks, ndërsa seti i dytë, i cili ka çmimin 39 euro, përfshin një bluzë me mëngë të shkurtra, një bluzë me mëngë të gjata dhe një duks. Dhe kontrata me furnitorin që bën furnizimin me uniforma për nxënësit e kësaj shkolle ekziston që nga viti i kaluar. Përveç shkollave të mesme të komunës son, nxënësit e të cilave e kanë të detyruar bartja në uniformave në ambientet të shkollës, edhe shkolla e mesme e Ulët Mazlum Këpuska ka ndërmarrë hapa në këtë drejtim. Drejtoresha e shkollës, Jeta Mati Bakalli, bëri të ditur për televizionin Syri se sa i përket pajisjes me uniforma, ata kishin pranuar 3 oferta për pajisjen e nxënësve me uniforma, me çmime përkatëse prej 28, 26 dhe 22 euro. Pas diskutimeve me Këshillin Drejtues të shkollës, u vendosë të përgjithej oferta më e lirë, ajo prej 22 eurosh. Seti i uniformës përfshin një bluzë me mëngë të gjata dhe një me mëngë të shkurtra, bëri të ditur ndër të tjera drejtoresha e kësaj shkolle, Jeta Mati Bakalli. Një tjetër reagim publik për pasurinë e kryetarit Ardian Xhini ka ardhur sot nga lëvizja vetëvendosje. Agon Batusha, kryetari i qendrës në Gjakov, ka reaguar për një tjetër pronë të blerë nga kryetari Xhini gjatë mandatit të tij qeverisës. Në një postim në rrjetin e tij social Facebook, kryetari i qendrës së lëvizjes vetëvendosje në Gjakov, Agon Batusha, ka thënë: "Gabim teknik apo modeli pushtetit. Pas banesës 618 metra katror të blerë për 70.000 euro. Tani del edhe një tjetër rast. Zotri Ardian Xhini ka blerë shtëpi në lagjen Marigona 320 metra katror për 300.000 euro, që i bie 937.50 euro për metër katror. Në tregun e asaj kohe, çmimi mesatar në Marigona ishte rreth 2.000 euro për metër katror, pra rreth 340.000 euro në vlerën reale të tregut. Ky nuk është gabim teknik. Ky është një privilegj politik. Një kryetar komune që blen nën vlerë, shet me fitim dhe justifikohet me gabim teknik. Nuk është viktim e një gabimi, por përfitues i një sistemi që mbron të vetët. Në një shtet normal, një rast i tillë hap hetim penal dhe kontroll të pasurisë. Në Kosovë ka lënë me një sqarim në Facebook. Kështu drejtësia humbet kuptimin dhe qytetari kupton se ligji nuk vlen për të gjithë njësoj." Të dielën e 12 tetorit, Kosova voton për të zgjedhur kryetarin e komunave dhe asamblesët komunal. Në zgjedhjet e kaluara lokale, përqindja daljes në votime ka qenë mbi 40%. Materiali në vazhdim na njeh me opinionet e disa qytetarëve, si sa do ta shfrytëzojnë këtë drejtë ligjore votuesit e së dielës. Në zgjedhjet e kaluara lokale, dalja e qytetarëve në zgjedhje në komunën e Gjakovës ka qenë mbi 40%. E kur kanë mbetur vetëm edhe 5 ditë deri në zgjedhjet lokale të 12 tetorit 2025, Medium Ynë ka siguruar opinionet e disa qytetarëve, se sa ata do ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar. Siç pushet, jemi këtu pra në parkun e qytetit, ku kemi dalur për të intervistuar disa qytetarë se a do dalin të votojnë në zgjedhjet e 12 tetorit. Të intervistuarit shprehen se pjesëmarrja në zgjedhje është një obligim qytetar dhe mënyra më e mirë për të ndikuar në zhvillimin e vendit. Në Gjakov nuk pres ndryshim, komuna tjera nuk kam informata. Po, vjetë short mohan zgjedhjet votoj, po. Besoj që mundet me pasi numër, se të interesum të gjithë, kështu që edhe ta ndërtojmë parlamentin, shkojmë të mansin e kahije, të lavdohëm pak se ku që kemi qenë gjithmonë të lavduar, e për atë pres me pa durim edhe.
E një tjetër tha se do të mbledh edhe qytetarë që të votojnë. Qësë qyrë do të dalë, e do të ishte edhe shumë tjerë për me dalë, se gjithmonë duhet mi pas kryetarin e komunës. Dhe më thonë, qeveria lokale duhet me qenë në çdo qytet. Edhe besoj edhe kam shpresa që ka me pas pak ndryshime, dhe se fiton ai më i miri, i cili nuk vjet printime boshe. Të drejtën për të votuar do të shfrytëzojnë edhe një qytetar që aktualisht jeton dhe vepron në diaspor, por ka zgjedhur që votimin ta bëjë fizikisht dhe jo përmes postës. Për qatë punë kemi ardhur. Ta votojmë atë mirën, qaj se unë nuk kam ashtu popullin, qaj se nuk ka vjedh, qaj se ka planet me jetë për para. 55 jetë në Zvicër, po perspektiva në Kosovë, kohën e fundit mamja ka qenë sa 20 vjetë për para. Si më kontë noqëm 20 vjetë për para. Ndërkohë, edhe nga subjektet politike gjatë gjithë fushatës zgjedhore po apelohet që sa më shumë të dalin në votime në zgjedhjet e së dielës. Mbetemi te tema e zgjedhjeve dhe sjellim një komunikat të organizatës së veteranëve të luftës antifashiste nacional çlirimtare në Kosovë, të cilët kanë apeluar për dalje sa më masive në zgjedhje. Lek Hoxha, kryetari i organizatës, në një lidhje virtuale, i ka pohuar mediumit tonë se pjesëmarrja në zgjedhje është jo vetëm një detyrë qytetare, por edhe një mënyrë për të mbrojtur dhe promovuar vlerat e lançit. Organizata e veteranëve të luftës antifashiste nacional çlirimtare, me anë të një komunikate, kanë mbërftesë për pjesëmarrjen në zgjedhje, me synim ruajtjen e kujtesës historike dhe trashëgimisë antifashiste të popullit shqiptar. Kryetari i organizatës Lek Hoxha, në një lidhje virtuale për mediumin ton, tha se është rëndësishme të dilet për të votuar, pasi ky proces është obligim demokratik i qytetarëve. Qëllimi jon i komunikatës ka qenë që mas pare me dalë votime se është obligim demokratik i qytetarëve. Në dy, ata që dalin votime letë mendojnë që ato vlerat për qëta njerëz që kanë marrë pjesë në luftën e dytë botërore, që kanë marrë pjesë në luftën e UÇK-s. Kryetari i organizatës tha se Kosova aktualisht gjendet në një situatë që nuk po ecë përpara, pra po stagnon, dhe për këtë duhet të zgjedhen njerëzit që shtyjnë përpara zhvillimin e Kosovës. Qytetarët duhet dalin zgjedhje se shifni sot situata e Kosovës është një situatë që po rinë në vend, nuk po hes kur gjë përpara, faktikisht po rinë në vend. Domethënë duhet mu zgjedhë njerëz që e shtyn Kosovën përpara. Për që ato duhet me dalë me votu qëta njerëz që domethënë e shtyn Kosovën përpara, e shtyn në zhvillimin, e shtyn që kjo rinia me pas perspektivë. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës antifashiste nacional qlirimtare të Kosovës, Lek Hoxha, tha se është me rëndësi që brezi i ri e posaçërisht trashëgimtarët dhe simpatizantët e luftës antifashiste dhe të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës të dalin në zgjedhje për të votuar. Nda këra thonë brezin e ri, posaçërisht kemi cek që trashëgimtarët dhe simpatizerët e luftës antifashiste dhe të luftës UÇK-s të dalin dhe të japin votën se brezi i ri ai ka perspektivën këtu. Na e kemi kalu tonë, na kemi tash fundin e karrierës apo jetës. Normal që dëshira jonë është me pa fëmijët tonë mesat një paton që po rinë këtu edhe po zhvillohen, po shkollojnë, po zhvillojnë ekonominë, po formojnë familje shnosha të tjera. Edhe normal, po e ruajnë pavarësinë e Kosovës demokratike. Mes tjerash në komunikatën e Ovolanç është tekstuar fakti se pjesëmarrja në zgjedhje nuk është vetëm detyrë qytetare, por edhe mënyrë për të mbrojtur dhe promovuar vlerat e luftës antifashiste nacional qlirimtare, për të cilat u sakrifikuan mijëra jetë. Kandidati për asamble nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës ka mbajtur takim me qytetar në lagjën Muhader të fshatit Damjan. Aty është diskutuar për disa nga planet e këtij subjekti politik, ku premtua për më shumë projekte për zonën e Damjanit. Të pranishëm sonte në këtë takim ishin edhe deputeti Enver Hoxhaj, kryetari i degës së Gjakovës Hajdar Beqa dhe kandidati për kryetar Ervin Shabani.
Partia Demokratike e Kosovës ka mbajtur sot një takim me banorët e lagjës Muhadër në Rogov, ku të pranishëm ishin kryetari i degës së Partisë Demokratike të Kosovës në Gjakov, Hajdar Beqa, kandidati për Asamblejë Komunale Hysni Muhadri, si dhe kandidati për kryetar komune Ervin Shabani. Gjatë takimit, përfaqësuesit të PDK-s shpalosën premtimet e tyre për zhvillimin e kësaj zone. Gjitha ato probleme, nga kanalizimi, ujrat e zeza, nga kanalet të ujtbije, këtë rast të ujtjes, nga pendat, nga ndriçimi, trotuaret, rrugë dhe shumë probleme tjera, e deri të zhvillimi ekonomik, e shërbime ma transparente, ma efikase, e deta i problemi kryesor minor, rinin Kosovë, mos më na ik prej këtu. E di që ky vend, edhe Hosi, edhe Gjakova ka nevojë për shkolla më të mira, e shkolla digjitale, se po jetojmë në shekullin 21, në vitin 2025, e na duhen tabela digjitale me ecë me kohën, e fëmijët tanë me punu për tarmen. Na duhen biblioteka elektronike që fëmijët tanë me mendu për tarmen. Na duhet me largu ujrat e zeza nga lumejt tonë, nga kanalet tona të ujtjes e me zhvillu bujqësin. Ju kërkoj që zbashku dalim dhe të votojmë të gjithë pa përjashtim. Ta votojmë numrin 191, Partinë Demokratike të Kosovës, kandidatin për kryetar të Partisë Demokratike të Kosovës, edhe besoj e dini një numër, ajo është numri veçantë, numri 4, që ju përfaqëson gjithë. Në fund të takimit, kandidatët shprehen bindjen se me mbështetjen e qytetarëve, PDK do të sjellë ndryshime pozitive dhe zhvillim të qëndrueshëm për komunën e Gjakovës. Aktivitetet e subjekteve politike kanë vazhduar edhe gjatë ditës së djeshme. Partia Demokratike e Kosovës është takuar mbrëmje në Pallatin e Kulturës Asim Vokshi, ku ka shpalosur pjesë nga programi elektoral, ndërsa Shefqet Shehu nga Lidhja Demokratike e Kosovës me bashkëpunëtor ka takuar banorët e fshatrave Osekhyl dhe Skivjan, ndërsa në Gjakov ka vizituar familjen Himaduma. Po mbrëm aktivitetet elektorale me qytetar, ka mbajtur edhe subjekti politik e vërteta, ndërkaq sonte Partia Demokratike takon banorët e fshatit Damian në lagjën Muhadër, ndërsa Partia Shqiptare Demokraciane mban takim elektoral me qytetar në Brekoc. Aktorët e shfaqjes Kjo është rinja jonë pas suksesit që patën në Kosovë, janë ftuar edhe në New York për të prezantuar këtë projekt si një mundësi e mirë për artin vendor, por shkuarja atyre në Amerikë ka një kosto, për çfarë të 4 aktorë gjakovar janë duke vrapuar për të gjetur mbështetje financiare për udhëtim të rrallë. Ndjekim kronikën. Aktorët e shfaqjes Kjo është rinia jonë, pas suksesit që patën në Kosovë, janë ftuar edhe në New York për të prezantuar këtë projekt si një mundësi e mirë për artin vendor. Njëri ndër aktorët e kësaj shfaqje, Besford Berberi, ka folur në lidhje me ftesën dhe kohën e qëndrimit që do ta kenë atje. Shfaqja Kjo është rinia jonë, që është punu nga vetë ne aktorët dhe trupa teknike teatrit Adisheu. Kemi marrë një ftesë për me udhëtu për në New York, në Producer Club, ku është një teatr që gjendet në Broadway, teatr i cili udhëheqet është edhe pronë edhe në menaxhimin e disa shqiptarëve. Për neve ka qenë kënaqësi kur kemi marrë ftesën, dhe tash jemi të bëjmë këtë përgatitjet në datën 15 tetor më nis veç për New York. Në datat 17, 18 dhe 19 i kemi shfaqjet në Producer Club të fillu prej orës 8. Por shkuarja e tyre në Amerikë ka një kosto, për çfarë aktori Arbies Komoni ka folur edhe për mënyrën e organizimit për sigurimin e fondeve të këtij udhtimi. Përtej gjitha pritshmërive dhe premtimeve të institucioneve përkatëse që përgjigjen zakonisht për udhëtime të tilla, ne kemi hasë në 0% mbështetje, andaj jemi detyruar me hap një fushat në GoFundMe, e cila fatmirësisht ka rezultuar si shumë pozitive, por më pak se 3 ditë janë arrit mbi 30% e buxhetit. Andaj dua të shpreh falënderim për gjithë ata që kanë kontribuar apo na mbështesin në këtë udhëtim. Sigurisht që më shku në Amerikë nuk është gjë e thjeshtë,
nuk është gjë kollajshme, sepse është vetë destinacioni i lartë edhe siç e dim, Broadway është epicendra e teatrit global ku zhvillohen shfaqjet në investimet më të mëdha. Andaj është privilegj i madh për ne si aktor nga Gjakova që me shkua dhe me dhonë një copës tonën të kulturës që përfaqëson një copë të dignitetit tonë kultural, një copë të realitetit tonë artistik. Aktorët gjakovarë gjithashtu thanë se të gjitha ata që dëshirojnë të dhurojnë mjete financiare për t'ju mundësuar udhëtimin në Amerikën e Largët, linku për donacion është në të gjitha rrjetet sociale të 4 aktorëve. Shahu është një nga sportet më të vjetra dhe tradicionale të vendit tonë. Shpesh është konsideruar si sport i mendjes për arsye se përqendrimi dhe qetësia duhet të jetë maksimale. Shkelzen Berdonici, sekretari i klubit Vllaznimi, thotë se vazhdimisht po bëjmë përpjekje që të jemi sa më të përgatitur dhe se aktualisht klubi ka 14 lojtar aktiv. I themeluar në vitin 1971, klubi Shahut Vllaznimi vazhdon edhe sot aktivitetin e tyre, duke ruajtur traditën e gjatë në promovimin e këtij sporti. Shkelzen Berdonici, sekretari i klubit të Shahut Vllaznimi, bëri të ditur që aktualisht klubi ka 14 lojtarë aktiv. Klubi i Shahut Vllaznimi është antar i ligës 2 Federatës të Shahit që garojnë. Jemi 12 lojtarë aktiv që luajnë për klubin. Ushtrimet e zhvillojmë 2 herë në javë. Atëherë unë e kam edhe veçmas me 3 edhe me 3 që punoj, që jam edhe trajner i licencuar për Bashkimit Evropian. I pyetur se sa ka interesim të rinjve për të marrë me shah, Berdonici tha që sot për shkak të angazhimeve të ndryshme, të rinjët mund të mos kenë as kohë për të marrë me këtë lloj sporti. Interesimi është edhe më i madh nëse na lojtarët angazhohen më shumë. Po natyra e punës të lojtarëve tjerë është pak më ndryshe se halajnë në punë, punojnë arsye teke, nuk e kanë kohën as tjerë. Unë jam pensionist 60 vjet, po me klubin e Shahit jam pi vitit 71. Berdonici po ashtu bëri të ditur që atyre u mungon përkraje financiare për ambicjet që kanë. Tu ambicjet i kemi tepër të mëdha, mirë po që ka thonë ambicjet nuk shkojnë vetëm për pa pas edhe një përkraje. Kështu që përkrajen nuk e kemi edhe aq të madhe ashtu tek. Nga si klubi Shahit jemi të përgjegjësuar si UFC. UFC do një bëni program. Edhe në bazë atij programi na financojnë. Pavarësisht sfidave të shumta, përfshirë mungesën e përkrajes financiare, antarët të klubit të Shahut Vllaznimi, me pasionin për lojën vazhdojnë të mbajnë gjallë një trashëgimi që daton prej shumë vitesh në qytetin e Gjakovës. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Mot me diell dhe vranësira kanë bizotruar sot gjatë ditës, me temperatura që kanë lëvizur nga 7 deri në 15 gradë Celsius. Për nesër parashihen temperaturat nga 6 deri në 15 gradë Celsius, karakterizuar nga moti i vranët e me diell. Moti i vranët e me diell pritet të mbizotrojë edhe të enjtën, me temperatura që do lëvizin nga 6 deri në 19 gradë Celsius. Deri në 20 gradë Celsius pritet të jenë temperatura gjatë së premtes, karakterizuar nga moti i vranët e me diell. Moti i ngjashëm pritet të jetë edhe gjatë së shtunës, me temperatura që do lëvizin nga 7 deri në 19 gradë Celsius. E diela do të karakterizohet nga diell dhe vranësira të kopës koshme, me temperaturë minimale 6 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 18 gradë Celsius. Mot me diell dhe vranësira pritet të jetë edhe gjatë së hënës, shoqëruar nga temperatura që do lëvizin nga 6 deri në 17 gradë Celsius. Para se të ndajemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni.
Mungesa kanalizimit i shkakton problem një shtëpie në Damjan. Heroi Yll Morina përjetësohet në oborin e shkollës ku i ndoqi mësimet. Shkollat në Gjakov zgjedhin ofertat më të lira për uniformat, por prindërit mbeten të paknaqur. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Zyri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.